Jam Valdet Terezaj, jam I rritë në Gjermani, në fakt shkollën fillore kam kryer në Kosovë, edhe tani kam vazhdu këtu, babën e kam kur jam ardhur vitet 70 si jam ardhur dhe domethënë jam thuja rrit këtu. Në fakt në hangri baba edhe kam pas normal babën këtu edhe këtu ja kemi vazhdu. Ai na ka marrë tonë dhe na ka pru këtu. Në kondullim I madh. Po nuk domethënë është për mua një sen I mirë se kam do provoja shumë si kisha bë këtu se atje kam do provoja pak më ndryshe, është jeta pak më ndryshe atje. Edhe kam do provoja shumë të mira, thuja si për më kalu një jetë më lehtë. Atëherë kam pak më vështirë, po sot domethënë kam një përshtypje dhe kam një provojë shumë të mirë. Si më kam mësuar për më çish më për mbijetu, thuja se më qarkullu më shumë, ose më edhe puna e biznesit. Për shembull, ku mor shumë përvojë atje, ose shumë shembulla të mira ku mor atje. Për shembull, më kam fëmijë I vogël edhe më pe, unë jam nga peja edhe ata asnjë shok se kam pas thuja më lujt, shumica kanë dalë në treg, kanë dalë asa kur e kanë pas kohën e lirë. Edhe unë thuja se jam detyruar edhe unë më dal me ta, ndoshta në treg më shit më bëj diçka, edhe nëse s'kam pas nevojë, po jam detyruar se s'kam pas tjetër rrugë dalë, thuja s'kam pas tjetër zgjidhje, më dal me ta, kum shit, kum bë edhe Kom do provoja, dhe se më thoni kom do sena të mira, si nështë këtu nuk se jo për diçka, po dhe këtu është biznisit të anët, po atë jem kanë ngrej ata shoqënia për më ecë, ose mos më najt, mos me qukohen dot. Edhe që ajo për shembull është shumë një plus I madh te unë dhe në fakt që ajo konë sikur fëmijë I vogël, sikur 10 vjeçar, se në fakt 10 vjeçar jam dalë në Gjermani. Domethënë këtu ja kam filluar klasën e parë. Baba më ka qenë në Kosovë tani 2-ën, 3-ën, 4-ën kthy këtu apet në çat kohë kom jetu në Kosovë dhe kom bodo provoja ose do eksperjenca si më thon të jetës shumë më rëndësi se si kisha po këtu se këtu është normalisht pak më nuk po them më lehtë po më programuar. Atje është pak më ndryshe. Unë në fakt nëse baba më hen ka jetuar ton kohën edhe tash unë prej 1996 sa kam filluar zanatin. Edhe aty ku mor krejt përvojën e jetës, për eksperiencën sa kom bërë aty, domethënë ajo kom firma e para edhe fundit një teme. Si punëtor, aty sikur punëtor, domethënë kom punu, tani pe aty te kom qel biznesin tim. Edhe aty ku mor shumë përvojë të madhe, jam shumë falëndërues. Kom pas një auto house shumë I madh VW Audi. Edhe pe nxënësi deri menaxher e kom kryer ato tani pe aty e kom mor hapin edhe kom vendosur edhe kom filluar vetë. Nuk u kon lehtë. Në fakt, pik frikës kom pas, se kom njoh shumë zanatin mirë, edhe sot se kom atë që është njëjtën bindje kom edhe kom njoh shumë edhe domethënë pik frikë normal si njëri garancisë kemi kërkuar. Në atë një lloj frikë si çuç ka si po prej punës kom pas frikë për atë arsye se kom njoh zanatin mirë dhe kom bërë gjithë me qejf, për atë arsye kurs kom pas frikë se dështoj nga puna. Tash çka ndodh, çka vjen Zoti I bën të na të mirat, po domethënë prej pune edhe pe eksperiencës që kom pas edhe pe vullnetit që kom pas më tregu drejt s'kom pas as kohë më pas frikë. Na kemi këtë autoservisin jemi të autorizuar Boschit, domethënë I bëjmë çdo reparaturë, I bëjmë me aksidentet, me ngjyrosje, mekanik, me kontroll teknik, edhe bashkëpunojmë me këtë sigurimet e Gjermanisë, sidomos punë aksidenteve. Shumica janë detyruar marrë këtu se kemi kooperacion me secilin sigurim gati. Edhe domethënë ja ofrojmë çdo servis. Domethënë nëse ka aksident, jemi detyruar, vjen klienti, jemi detyruar ja japni vetur rent, si më kon gjithë mobil e kemi me mbajt makinat, domethënë kemi shumë detyrime, kemi përmbys, domethënë ata na obligojnë neve çka më bona, edhe domethënë për arsye më kon klienti është gjithë kryesore, klienti e ka një aksident, për më konë gjithë mobil. Edhe ato na e kemi domethënë detyrim. Edhe për atë arsye I bëjmë gjitha reparaturat, po I bëjmë me ngjyrosje, me aksidente, me domethënë e vlerësojmë damin, komunikojmë çdo kohë me sigurim edhe në fakt çto janë kryesorët, si I bëjmë domethënë çdo reparaturë që ekziston pe asdënjë këtu bëhet. Parafarsisht jemi komplet diku 30 punëtor. Me nxënësa, kemi ndihmësa me dosana, diku parafarsisht komplet jemi ndërmarrje me 30 punëtor. Ka ndeshje, po në fakt kur vjen puna aksidente me njerëzit kur e hupin jetën diçka ato makina 90% nuk reparohen, ato janë ka tjetër procedurë në bazë ligjit, ato makinë ato shkojnë. Ama domethënë ai bëjmë 90%, 99% këtu makinat si ecin, domethënë si jena lanë rrugë, po
ona e djathtë, të më thonë, ka dhe makina se të levizshme hiq, po ka lloj-lloj. Kurse më thonë, edhe varet këtë sa është e vjetra makina, nëse është sa e vjetër është, nëse e ka arrit një moshë, do më thonë nuk ta lënë sigurimi me neq ato. Më i madh është një domi sikur vlera si e ka makina për të shpytën në ndërprerjet ajo. Kujdesi është me kryesore. Ama kur vjen pa limit në shpejtësi tepër të madhe, kur vjen te aksidenti atëherë është shumë herë është vonë. Sigur për makinë, sigur për pa marrë parasysh për atë drejtuesin e makinës. Pas përshtypje dhe mbas, domethënë këtyre komplet social media sana si na vlerësojnë janë dikon shumë të kënaqur. Domethënë jemi zgjedh 2026 për shembull, sikur këtu e kemi automoto në sport, e kemi këtë për vlerësimin, domethënë servisi më i mirë në rrethinë dhe plot kompanive tjera pi boshte sana, domethënë ne kam mirë njohën sikur serviset më të mira në rrethinë ose më të vlerësueshme pe klientëve si na vlerësojnë. Për mua çdo reparaturë ka rëndësi të madhe. Pej reparaturës vogël dhe reparaturë më të madhe, çka japi shumë rëndësi, kualiteti japi shumë rëndësi. Edhe besoj se edhe ajo suksesi jam. Domethënë reparaturës pa marrë parasysh edhe çfarë reparaturë është, ama kualiteti japi shumë rëndësi. Kualitetin hajt se bën tonë s'ka. Është mundësia si e shtjellë herë dytën herë punëtorin, megjithëse i kam 3 majstorë ata e kretë menaxhorin sana, po janë do sana si kryesore kur del jashtë para se më marr klienti. Kam qef edhe herë se vetë me vlerësu ose me po është në rregull. Edhe janë raste të vogla, po aty këtu ndodh shpesh kur s'm pëlqen mua, atë klienti nuk e merr. Shkoj në Kosovë, e kam babën në Kosovë, vllahun e madh kam në Kosovë, edhe shkoj edhe rregullisht me familje shkoj mas pak 2 herë në Kosovë. Fatkeqësisht ka dallim të madh. Ka aty këtu do servisa janë si kanë shumë përvojë dhe menimi jam është këtë pe karakterit njerit, si mekanik. Po në fakt atje tash nuk e di, a ju mungon zanati, a ju mungon diçka, po shumica i nreqin shpejt menimi jam. Ka dhe të mira, i një do servisa shumë të mira, si më thonë respekt, po shumë pak. Në qofë se ki talentin për mekanik. Edhe interesin i makut, i ka një interes të dyja, thoni bajnë, po duhet edhe se cilët që ka i preferoj unë, jo kur me bo një zanat që shqipojnë shumicën në Kosovë, shumë dana për shembull pa teori. Teoria ka shumë rëndësi. Teorinë ku të pësh, domethënë teorinë do të më mësu. Se në fakt shumica e rinisë Kosovë si shonë e bojnë vetëm praksisën, e bojnë, do mësojnë dikun ka mësuar në ustad dhe nuk po them se e bën punën keq, po teoria ju mungon. E nëse e kupton teorinë mirë, praksisa vjen tani automatisht. Nëse ki talent për praksisë. Ama menimi jam është teoria është kryesore, se pa e ditë çush punon një pjesë, çush punon një sen, çfarë efekti ka, ki edhe problem të ti mësosh me mekanik, me bodi qysh, po pa e di teorinë nuk ja din edhe suksesin dhe përfundimin ose asaj punë. Kemi ndomë ndryshme, kemi ndomë 5.000 eurove, kemi pasin dëmë dhe afër 80.000 eurove. Kemi dhe ndryshe, kemi vetura prej, në fakt, mas shumë të dejnë 10 vjetra, po kemi dhe vetura 2026, më thonë, ka rast 1 muj, 2 muj, 3 muj, masi u ble, vetura i ka ndodhë aksidenti. Po që ka shtëndësia me madhe, kemi këtë kompjuterat, dhe më thonë, këtë diagnozët, si mujmë këtë mi kalibru dhe mi këdu, dhe më thonë edhe 2026 se kam kërë probleme me shti në diagnozë dhe mi kalibru kamerat, radarat, edhe gjitha dhe më thonë gjithë mundësi kemi. Dhe më thonë kemi në diagnozën ku është ma reja si eksiston momentan. Ka pas rast, po në qofë se mungon diçka jem një person se ato e bëj edhe më vynë, po në sen si më vynë, po ato nuk kem një person që shkoj lypi t'i kundim. Ka raste aty këtu, po 99% kam qef një krymë rana i kulmi. Dhe më thonë këtu është pjesa ku përgaditën para se mu ngjyros. Llamarin e kemi atje në fund dhe atje shkojmë i këshim atje llamaria ketë rregullot, këtu vinë përgaditën, pe këtu i të një hinë furr në kabinë edhe ngjyrosën. Këtu e kemi venin ku përgaditet laku. Dhe më thonë, lakun e përzim vetë e bëjmë lakun këtu. Dhe më thonë, çdo lak si ekziston 99% i kam këtu, edhe hin epet kodi i lakut edhe këtu përzihet edhe këtu rregullohet edhe me njëherë këtu fillon hin kabinë edhe me njëherë, domethënë kur vjen një makinë, nuk kam nevojë më prit me porosit lakun. 99% i kam këtu i kam gatshme, rregullohem këtu,
I kemi këtu postafat skanerat e sene si e matin çfarë ngjyre e sene. Këtu rregullohet edhe hin më njëherë në fakt mbrana ditës mbaron përpunimi, kryhet 90%. Kjo procedura. Këtu domethënë bëhet ngjyrosja. Këtu momentan vetëm pjesën të ngjyrosja është edhe kjo furrë edhe pjek lakun punës si në fakt mas gjysore mund montu më një herë pjesë deri në 80 gradë shkon. Edhe domethënë këtu pjeket ngjyra. Në fakt e lajmë një 10 minuta për mu ajrosë dhe mas gjysore në realitet mundesh me një herë me vazhdu punës. Nuk është mirë, domethënë të më konë afër distancë, të më konë pak se puna si avulli, si gjuhet mundet me dëmtu ose me ndryshu efektin qetrës pjesë ose ngjyrën. Këtu hinë domethënë prej të voglës deri njëna idiot më dhej, po deri në 3.5 tona këtu i krymë të natë. Këtu i japim shumë përshëndetësi, i japim shumë rëndësi. Këtu i kemi sidomos çdo programat i kemi kryesor në fakt lidhna direkt me secilin si me VW, sikur me Audi, si Mercedes, domethënë këtë gati 99% lidha online edhe ja kryj sikur një servis i autorizuar, ja kryj direkt me këtu, domethënë kam online-in me secilin gati e kam si lidha me to. Është shumë rastëral se kanë, po domethënë sikur më kanë autorizuar servis këtë komplet që kam pe as dënjë. Çka bën një servis i autorizuar unë ja kryj. Çdo makinë që vjen, çdo të mjet që vjen e lidhe online ja kryj me update, me çka dush, me e ka mundësinë me bëhe me chip tuning e shumë sana, po ato marralla bëj, po domethënë kryesor është që to makinat më të reja që janë 2026 tash direkt sikur VW ose Mercedes BMW tash direkt në diagnozë edhe lidhje me fabrikë. Tu i kemi ato mjete të tjera aty si e bëjmë konvergjencë, thonë në Shqipërisë, si e bëjmë reklazhin në 3D, edhe kjo shumë interesant është. Edhe i kemi ato për si i kalibrojmë këtë kamerat, radar senzorat e radar më reja si ekziston për tëna mjetet automjetet si ekziston. Kalibrim senzorave komplet atje ato nëse ja del në fakt këtu përpara. Gjithë të kemi në shtëpi kontrollin teknik, domethënë vjen tyfi, dekra, ka shumë organizime ndryshme, e kemi vjen domethënë i bëjmë pe as dënjë me kontroll teknik me çka ekziston. Amo kontroll teknik asnjë servis nuk guxon apo vet, po janë organizacione sikur tyfi dekra san. Inxhinierat që vinë pi tyfit sigurisht që ai vendoson këtu san nuk vendosi. Automjet jam nuk vendosi. Çka mungon duhet me pasë puna sigurisë është. Sigurisë japi shumë rëndësi edhe në fakt këta vendosin. Këtu e kemi llamarinën është dëmë veçantë se puna si ka shumë zhurmë të mëdha. Në fakt thjesht ju nru shofershabja. Amo këtu bëhen këtë puna llamarisë. Ky është Rastirol, Golf 3 që e kemi një klient që don shumë këto se normal si ne. Shumë rradhë ato në rrecën, po i kemi sikur ato për shembull sa erdha për sigurimit me aksident përpara ai Fordi si vjen ti më sporti që vjen këtu është me kap me apo vlerësimin domun vlerësimin sa ka dom me sa ne më komunikuar me sigurimin si na vjen për sigurimit go mund më fillu tani më herë me reparator. Ç'ky Ford për shembull sa erdh për gjysore këtu më vjen një ditë me përgatit fjala me sigurinë me sana reparatura si reparatur mbrana jave kry. Edhe kemi fat mirë, çka përparësia për shembull si se kanë në Kosovë kanë probleme me pjesëve shumë. Këtu i proces pjesë në fakt sot deka 10 ora më kon llager ose më kon një pjesë jo komplikuar mas ditë ka 2-3 kam këtu. Ajo përparësi shumë është e madhe. Atje problemi si e kanë kolegët atje shumë vujnë për pjesë. E kjo përparësia e madhe, i proces pjesë në fakt mas lartit nesit i kam këtu. Dhe pa të arsye mund me vazhdu procedurën e reparimit. Ajo është përparësi e madhe. Këtu, tash të fillojmë me procedurë software programi, këtu e kalkulojmë ndomin, sa është dom i madh. Në bazë tinej është një dom ka ndryshme, po ky është DAT. DAT është ky programi që është kalkulues vetëm për aksidente. Him këto, normal kemi mundësi të këto dhe fotot me dërgu direkt në sigurim, po këtë është në shtim direkt. Ky është programi që na tregon sa ko mujmë mi ba, sa ko guxojmë mi ba për me ndru një derë, një gjëmë, një pasqyre, ky për shembull na tregon neve sa ko për shembull këto e rënej këto edhe shtypi edhe i tregoj se derën e majt ka mundru.
Në këtë kohë më njëherë më tregon mu sa kushton për shembull, për afërsisht të këto kalkulova vetëm derën e majt e shoferit në rrugë, më thotë tash ti parafërsisht me ngjyrosje me krejt jemi dikon ka 1942 euro, kjo është neto plus tatimet që vinë, në fakt 2300 euro kushton vetëm një derë me ndrru, po hala se kemi përfundu për me ndrru derën, na vyn ky diktu, gumi na vyn i ri, shumë sana, kjo është ky programi të vyn ku që shumë provojë, të vyn këto për plastikat e sanat. Ky tregon parafërsisht ta kalkulon domin sa është domi i madh në bazë tinaj. Dëmbastin e tani dhe sigurimet e akceptojnë, se mos me po këto që duhet, ose që në para pa me për sigurimit nuk të pranë se sigurim. Mund të refuzua dhe më thonë si nuk është në bastin e punojmë në pa marrë parasysh këtë aksidentin e marrim, këto në bastin e kalkulojmë, ky shkon me foto, me sanën sigurim, atë me njëherë masi ku parojmë ata bashkëpunojmë ata bashk, edhe me ku të bëhat, ku jem fakt mas gjysore, me njëherë na vjen më thonë, shaja gjelbërt muja fillu punës, për atë arsye konfirmimi muja fillu me njëherë punës. Dhe kur të konfirmojnë ata, të kur farë diskusioni s'ka. Shkon faktura në sigurim, për atë arsye si bashkëpunojmë në ata, komparojmë ata, në fakt pagesa bëhat mërëna një ose ndajnë 2 ditë pas larti. Është komparimi për atë arsye. Ose të përfundohet puna, e kalkuloj mirë, ata në apin neve, dhe më thonë, okay, si muja fillu punës, po si të mbaron reparatura, ja u dërgojmë aty në fakturën, edhe në fakt ka sigurime si mërëna ditën e kryjnë fakturën, ama kur në 2-3 ditë mas larti e kemi marrëveshje se nuk t'i banojnë pagesën. Për atë arsye kjo punë duhet mu kalkulu shumë me vëmendje, se mos me bërë këta mirë normal që ta refuzojnë pagesën, po kur t'i bësh këto që pas qysh duhet, qysh është e parapame, atëherë s'kemi kur probleme as me sigurim, as me kur gjatë, dhe më thënë këtë janë sana që i kemi rregullu qysh duhet. Me këtë program, për shembull, ndojnë edhe ata vlerësuesit që i bojnë domet, po e kom pas vetë një rast Kosovë, një automjet shumë i ri e ka vlerësu kompania një dom si muj më thonë vetëm pjesë i ka pas afërsisht edhe muj më thonë dikon 15.000 euro dhe 17.000 euro vetëm pjesë i ka pas edhe një kompani e sigurimit e ka kalkulua dom me 70.000 euro. Një afër jam është, po s'po du me hap hemen, edhe për atë arsye për mua është ajo një san shumë çuditshme edhe nuk është e lejueshme një automjet 2025, si kushtojnë vetëm pjesë 17.000 euro pa punë, s'pe llogariti puna në Gjermani me Kosovë s'pe krahasoj se puna në Kosovë është shumë e lirë, e kuptoj se e më lirë, po vetëm pjesë. Unë nuk e di ku ka mujtë me morë drejt mi kalkulua dëm aq pak. Ajo për mua, për sigurimet si janë atje, për mua nuk është e akceptueshme. Aty është komunikimi, në fakt me ata për dëm vlerësues komunikoj është shumë e rëndësishme me u dokumentu. Ka vlerësuesi nuk e kanë bënë 100%, u kon mundësia si u kon kërë në garazh, s'ka pas ndryshim sa duhet, e ka vlerësu qysh ka në bazë tinaj, po ajo nuk është problem, në fakt kur vjen këtu e dokumentoj me foto me sana e kalkuloj qysh duhet edhe ja dërgoj aty dhe komunikoj me to. Ka aty këtu si ka keq kuptime, jo marrëveshje, por në fakt sa ti dokumentojsh është në rregull. Po çka e kemi mirë në çat moment si skuptohem më njëherë ja këtë punë avokatit. E kemi avokatin si në servisin krejt në probacion ai na rregullon. Me dëshirë kur nuk i japi avokatit, po në çat moment si shoh se s'kemi mirë kuptim ose s'po mujm mu komparu në veti me një sigurim, atëherë detyrona me jap avokatit edhe ai më merr në procedurën. Unë detyrën të jam e kryj, e kalkuloj domin, e vlerësoj domin, e bëj me menimin të jam 100% sa duhet, mënona me vërtetu aty në çat moment se s'ma akceptojnë ata ose janë menimit ndryshëm, atëherë tani detyrona të japi procedurën avokatit. Edhe ai tani jo jap një kohë të shkurt një afat 14 ditë edhe si reagojnë tani vazhdon ajo procedura juridike. Ama këtu e kemi mirë shumë se ato na mbrojnë shumë, avokatët dhe ka ligje si na mbrojnë shumë. Edhe për si sigurimi i madh, mund të më sigurimi më i madh në Gjermani, kur s'është në drejt, më japi me avokatët edhe ai drejtat e mia më merr. Për atë arsye është përparësi e madhe. Se unë normal se s'kam mundësi në bazë të sigurimit më të madh më hi me ta, po për atë arsye merr avokati, ai i din paragrafat, i din ato çka guxojmë, çka kemi drejt edhe në fakt
90%, ku s'kemi mirë kuptimi, ku kemi keq kuptimi, sigurisht 90% si e merr avokatin dorë për i kohë shkurt për fund të punë.